A ka qenë e vështirë të xhirosh një film me Kiarën? O jare, qa thu ti Kiara? Kiara është yll. Aja ka pa vështirë me mu. Kush ka qenë vështirësia më e madhe gjatë xhirimeve? Me majtë me tekstin, se unë nuk jam mësu me folë me skenar, unë flas pa skenar dhe ishte shumë e vështirë. Por tani, kur e kam pa do me thonë që kam arrit me i majtë me në tana dhe nuk e di se si, vështirë ka kënë sepse unë nuk jam aktor, unë jam Luizi dhe jam mundu që me kanë Luizi edhe në film, do me dhe pavarësisht që është film, jam mundu me kanë vetvetja, me batutat, me lvizit, me gjithë shka. Shpresoj t'ja kem arrit, nuk e di se si do e presi njerëzit, por përderisa është edhe komedi romancë, diçka pozitive. E kujt ishte ideja e titullit, loja e fundit? E imja, e Bjordit, e Klaudjes, pra u diskutum disa tituj dhe që në fundu vendos loja fundit palen. Loja e fundit do të thotë që Luizi nëse në edicionet e ardhshme merr sërish një ftesë për të hyrë në Big Brother, nuk do pranoj më? Nuk është puna nuk do pranoj më, unë edhe isha para najta 3 ditë. Jeta në vetvete është në pojza një loj, si thuj që ka plot sfida brenda domethënë, që duhet i kalosh. Dhe unë kam qef e luj gjithë jetën. Të jemi të qeshë, të jemi pozitiv sepse me man gjallë, me jep energji dhe e di që transmetoj pozitivitet tek tjerët. Kështu që loja fundit është shujt, jo se loja fundit u bë kjo dhe mbaroj. Por pikërisht sepse njerëzit do thonë mbaroj me kaq, pa çka ke, ardhi gruaja, ja.